Si ishte dita e parë për ato vitet e para për një gru këtu në Londër? Ato vitet e parë, një gru shqiptare këtu në Londër, se s'ka pas më sa di unë shumë. Ishte fillimi, do më thënë, ishte fillimi. Ishte njëherë, ishte lufta ekzistencës me jetu, me mbijetu. Po ishte kohë shumë e vështirë. Edhe si gru, se nuk e dishe një bile një natë kam pas hup. Ishte nisa një punë, një farë fabrik të kasetave, edhe hupa. Nuk dishe me gjithë rrugën. 12 ora natës, një gru, një shqiptare që se dhe as gjuhën, bile edhe të hodha s'kisha marrë, që ishte një gabimi ma i madh, edhe veç u nala në rrugë edhe nisa me qa, edhe vinda angleze, deri ke dera shpisën pa të lqu.